Miq të dashur, përshëndetje. Jemi në datën 1 korrik dhe e kam për kënaqësi t'ju uroj nga zemra paçi një muaj të mbar. Ashtu sikur se është një muaj vere, kur disa e kanë darë ta kalojnë me pushime, të tjerët në punë, pra gjithë lloj temperature dhe kohe në mënyrën e vet dim të përshtatemi. Por sido që t'jetë dhe kudo që t'jeni, e kalofshi sa më bukur, shijojeni çdo ditë, falni sa më shumë dashuri. Tani këto këshillat sikur e kalojnë që ka të sensin e masës, megjithatë unë kështu e ndjej dhe kështu e them. Nuk ka gjë më të bukur dhe nuk ka pasuri më të madhe se sa të festosh, të gëzosh, ose qoftë edhe sikur një shqetësim ta kesh, por lumturia e madhe kur e ndan me ata që janë njerëzit e tu të zemrës, me familjen. E kur i ke që të gjithë rrotull, je super milioner, je super miliarder. Shijoni dashur miq, shijoni dashurinë, shijoni familjen, në fundit ky është edhe kuptimi i jetës. Paralelisht me urimin për një muaj të mbar, kam kënaqësi të ndaj për gjithë publikun Dibran se në datën 5 korrik, ditën e shtunë, në orën 19, në shtëpinë e kulturës Akis Tërmili, unë bashkë me stafin tim të Alpazar do të jemi mysafir. Do të jemi mysafir në Dibër, sepse disa thonë që nuk e di pse do të jetë i veçantë ai qytet, ose më saktë ajo krahin. Nga Dibra janë gjitha drejtuesit e Spakut, po dhe unë në stafin tim i kam 3 Dibran. Ani nuk e di se çfarë është, por ne do vëmë të ndajmë këto temperaturat e larta që janë, ne do vëmë të shuajmë në një mënyrë me humorin tonë, me të qeshur, duke bërë një mbrëmje të freskët të shtunë, e di shumë mirë pritjen dhe bujarin dibrane. Na prisni, shpresoj që të kënaqemi e ta shijojmë atë mbrëmje të dyja palët, publiku dhe ne. Në fundit, kënaqësia më e madhe për çdo lloj aktori humori për artin e tij është takimi dhe kontakti me publikun. Është arti i betejës së fjalës me syt. Pastaj dorë të kitjet t'japim vlerësimin. Çfarë mbetet është shija. Ju uroj gjithë të mirat edhe një muaj të mbarë dhe të gëzuar. Nga unë Agrolllaka, qofshi mirë.